Ka vështirë po. Një krim në familje ka ndodhur në Tiranë në orët e para të së martës. Një grua 29 vjeç është ekzekutuar së bashku me nënën 58 vjeçe nga bashkëshorti i saj. E gjithë ngjarja ka ndodhur në praninë të 3 fëmijëve, sepse gruaja nuk i jepte divorcin. Emiliano Rustemi, 33 vjeç, me precedent të mëparshëm penal në Shqipëri dhe Greqi, ishte rikthyer në Adhem në datën 5 mars. Pasi ishte refuzuar nga bashkëshortja për të qëndruar me të, 33 vjeçari ka shkuar në shtëpinë e vjehrës së tij, e cila banonte në Laprak, duke vrarë me armë zjarri tip Kalashnikov Izaurën dhe maman e saj, Engjollushe Shaqiri, teksa më pas Emiliano i ka dhënë fund jetës me të njëjtën armë që kreu krimin. Të afërmit e viktimave të shokuar rrëfejnë momente tragjike. Ata pohojnë se Emiliano Rustemi ka qenë i dhunshëm në familje dhe ka qenë ky shkaku se përse gruaja e tij kishte nisur procedurat e divorcit. Janë njerëzit tona. Po më parë kishin pas probleme. Ka qenë i martuar janë nda kaq. 3 fëmijë ka pasur. Ai ishte në Burg në Greqi. Domethënë, ky vetë si person ka qenë person problematik? Ai ka që ka dalë nga Sa ka që ka dalë nga Burgu, nga Ja, që Greqia. ka dalë. Ka qenë person i dhunshëm? Ja, Po ka qenë Po sipas jush kush mund të jenë motivet? motivat çifti me tyre. Kanë pas probleme? Shumë urrinin u bën. shumë kanë pas të birë, shumë kanë pas probleme. Kanë pas shumë probleme birë. Ekonomike? Ekonomike rreth hajdut ishte në Burg Gran Greqi. Doli nga Burgu erdhi, ku do shkonte goca kaj, që ta merrte atë. Ai ishte me 3 fëmijë. Problemi punën ka qenë Po goca ka kërkuar urdhër mbrojtje? Nga gjykata? ka kërkuar Ishte, divorcin. po, Ka kërkuar divorcin, ai se jepte divorcin. Dhe kjo ka qenë çështja besoj. Ndërkohë që urdhër mbrojtje ka kërkuar, ja, nuk e di jo bie. Nga të dhënat paraprake besohet se zanafilla e sherrit në familjen Rustemi ka nisur për shkak të kushteve të vështira social-ekonomike, e reflektuar dhunshëm nga Emiliano, i cili ka qenë i dënuar disa herë për vjedhje. Izaura Rustemi nuk rezulton të kishte urdhër mbrojtje nga gjykata, ndërsa 3 fëmijë të mbetur jetim janë në mbikëqyrje nga punonjësi social dhe po trajtohen me psikolog.